A e dini se çdo mendim pozitiv që krijon ndikon në mënyrën si ndihesh dhe si të shohin të tjerët. Kuriozitet, nëse do të mund të zgjidhni të keni një superfuqi për një ditë, do të zgjidhni të lexoni mendjet apo të udhëtoni në kohë? Djemt dhe vajzat mendojnë ndryshe, po ti? Statistika, 64% e të rinjve ndihen më të motivuar kur dëgjojnë fjalë pozitive nga dikush që besojnë. Fakte interesante, dëgjimi i muzikës që e do për 10 minuta mund të përmirësojë disponimin për orë të tëra. Vallëzimi liron tensionin dhe rrit vetbesimin. Supersticione, thuhet se nëse shikon një ylber dhe mendon një dëshirë, ajo mund të bëhet realitet më shpejt. Fakti i fundit, të gjithë jemi unik. Disa do të ndjekin turmën, disa do të jenë ndryshimi. A je gati të jesh ti ajo që frymëzon të tjerët? Mos haro. Se bon Zoti mbare komentoje, çfarë superfuqie do të zgjidhje për një ditë? Like nëse të pëlqeu ky fakt. Bëj subscribe për më shumë përmbajtje që të bën të mendosh dhe ndihesh mirë.